Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të shpejta dhe më të shëndetshme. Është një bombë me proteina që përgatitet lehtë ka shijen e picës dhe mbi të gjitha ju mban të ngopur gjatë. Nuk ka as një gram miell, as maja, as pluhur fryrës dhe as sodë. Fillojmë ta përgatisim bashk. Në një enë do shtojmë 4 vezë, do shtojmë krip, nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak piper të zi, sipas dëshirës. Unë kam shtuar 150 ml qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Tavën do ta lyej me vaj dhe do shtoj masën që përgatitëm. Mbi të kam shtuar speca, 2 speca, unë kam zgjedhur një të kuqe dhe një jeshile, por kjo është sipas dëshirës suaj. 100 gram prosciutto. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës. 200 gram djath. Pra mund të shtoni ullinj, mund të shtoni misër, mund të shtoni çfarë të keni dëshirë, kërpudha, pra sipas shijeve tuaja. Do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Unë e them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet në varësi të sobës që ju keni. Përgatitet shumë lehtë dhe ka një shije fantastike dhe mbi të gjitha do ju mbajë të ngopur gjatë. Është një ide shumë e mirë edhe për ta marrë me vete kudo, në punë, në shkollë, në plazh ose kur udhtoni, si të keni ju dëshirë. Dhe siç e patë është shumë e lehtë në përgatitje. Mos harroni nëse keni dëshirë të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.